Allahu thot, ja ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. O ju njerëz, o ju që keni besuar, pendohuni tek Allahu subhanahu wa taala me një pendim të sinqert. Pra Allahu nga ky ajet po na thotë që o njerëz, rregulloni të mbrëmshmen e juaj, rregulloni zemrën e juaj, rregulloni shpirtin e juaj. Ashtu siç po mundoheni që ta rregulloheni që të dukeni të bukur, të vesheni mirë para njerëzve, thotë rregullojeni edhe të mbrëmshmen e juaj që të dukeni mirë para Allahut subhanahu wa taala. Pra pendohuni sinqerisht tek Zoti i gjithësisë. Me një ajet tjetër Allahu thotë inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allahu i do ata njerëz, i do ata të cilët pendohen, dhe Allahu i do ata të cilët pastrohen prej mëkateve dhe prej gjunaheve. Prandaj edhe njeriu gjithmonë është mëkatar, njeriu gjithmonë është gabimtar. Mirë, po më të mirët tek Zoti janë ata të cilët pendohen, ata të cilët kthehen tek Allahu subhanahu wa taala. Pra, edhe dietarët kur i kanë përmend kushtet e tëubes, kushtet e pendimit kanë thonë e para është që ta lësh më një herë gjunahun, të largohesh prej atij mëkati dhe atij gjunahu. E dyta kanë thonë pendohesh sinqerisht tek Allahu subhanahu wa taala, me zemër, me mendin tënde, jo vetëm sipërfaqësisht, e lash vallokna, jo. Pendohesh sinqerisht tek Allahu subhanahu wa taala. Tjetra kanë thonë të marrësh vendim për mos më u kthy mo në atë mëkat edhe në gjuna, në atë gjuna, mos më e bë mo. U pendove tek Allahu mos e bëj mo. Edhe e katërta ka lidhje me nëse i ke hak dikujt. Nëse ai mëkat ka lidhje që i ke bë hak dikujt, i ke bë zullum, i ke bë pa drejtësi, duhet më shku me ja kthy hakun e tij, ose duhet mbi minimumi, duhet më shku me i kërku falje, me i thonë me ma bë halal, me i kërku halallëkur. Kjo është pra ajo të cilët kanë thonë dietarët. Allah subhanahu wa taala në Kur'an e ka përmend një ajet tjetër që është prej ajeteve më shprehësdhanës. Allahu ka thonë qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Pra Allahu në këtë ajet u ka drejtuar njerëzve katër thirrje. Mirë, po Allahu ka thonë qul ya ibadi alladhina asrafu. Po thot o Muhammed, thuaj robërve të mi të cilët e kanë tepruar. Fjala asrafu do të thonë me tepruar mëkate dhe gjuna. Dikush që bën shumë mëkate dhe gjuna. Dikush që bën mëkate dhe gjuna. Po thot thuaj robërve të mi, la taqnatu min rahmatillah. Mos ta humbin shpresën në faljen dhe mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Mos i kput ymitin, mos e kput shpresën tek Zoti i gjithësisë. Pse? Kjo ishte e dyta, e treta. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Sepse Allahu është ai i cili t'i fal të gjitha mëkatet edhe gjunahet. Allahu t'i fal mëkatet edhe gjunahet. Dhe katërta tha innahu huwal ghafurur rahim. Dhe Allahu është falës edhe mëshirues i madh. Këta desha me lidh me një ngjarje ku tre njerëz të cilët në kohën e profetit alayhi salam kishin pozitë goxha të lartë, njerëz të cilët ishin fisnik, njerëz të cilët ishin si ashtu edhe në aspektin intelektual, ishin njerëz shumë të zgjuar, mirë po edhe në aspektin e familjeve ishin familjet e tyre goxha të ngritura. Si mund themi sot familje feudale ose familje aristokrate, domethënë pa e themi pak më në termat bashkëkohor me e përdor. Dhe këto ishin tre persona, në mesin e tyre Amr ibn As, të cilin e njihni që ka qenë një sahabi shumë i njohshëm, Khalid ibn Walidi edhe ky gjithashtu një sahabi shumë i njohshëm, dhe ka qenë Uthman ibn Talha. Dhe këto gjithë secili pak para se të çlirohej Mekka, ose pak para se të hapej Mekka, se të kthehej Muhamedi alayhi salam Mekë për ta marrë Mekën, këto e vendosin dhe e shohin situatën politike dhe vendosin që ta pranojnë Islamin. Edhe gjithë secili niset në veti. Niset i pari thotë e shoh situatën që kjo punë nuk zgjat më shumë, por shkoj pa pranoj fenë e Muhamedit. Niset i dyti, niset i treti. Rastësisht takohen rrugës, se prej Mekës ka qenë një rrugë kryesore që kanë shkuar për Medinë. Ku e të shku ti, thotë edhe unë jam të shku në Medinë, te profeti Muhammed alayhis salam, edhe ti kështu edhe ti kështu. Dhe shkojnë të tre sahabit, të tre këto njerëz te profeti alayhis salam. Ja jep fjalën i pari, ja jep besën profetit alayhis salam Uthman ibn Talha. Në ndërhyrje shumë të vogël, Uthman ibn Talha ka qenë familja e tij që i ka poseduar çelësat e Qabes. Edhe sot e kësaj dite, pasardhësit e kësaj familje e këtij personit i posedojnë sot çelësat e Qabes për me hyrë dikush në Qabe. Dhe profeti alayhis salam kur e çliroi Mekën, kur e morri Mekën, domethënë ai mbasi u kthyi te shtëpia e vet, ajo ato e përzon thjesht u kthyi te shtëpia e vet. Kur u kthyi te shtëpia e vet, çelësat e Qabes përsëria dha familjes së Uthman ibn Talhas. Dhe thuhet që në kohën e Khulefave Rashidun, halifeve drejta, në kohën e dinastisë Emevite ose Umejade që njihet, dhe pastaj deri te Abasitët, deri te Imperatorin Osmane dhe deri në mbretërinë moderne të Arabisë Saudite, çelësat i kanë pasardhësit e këtij hala, flitet.
I dyti që ka qenë Khalid ibn Walidi, e njihni domethënë, e keni ngjuar, e keni pa domethënë gjithë njihet Khalid ibn Walidi. Edhe i treti ishte Amr ibn Asi. Mirë po, kur ja kanë dhënë besën profetit alayhis salam, kur e kanë pranuar Islamin, ja kanë thonë shahadetin, ka qenë adet me ia dhënë dorën. Atë ja kanë thonë dorën me ia dhënë besën se ti po të pranojmë si profet dhe Zotin tënd pa e pranojmë si Allah, si Zot. Edhe fen tonë pa e pranojmë. Ja jep i pari Uthman ibn Talha, vjen i dyti Khalid ibn Walidi dhe kur vjen i treti Amr ibn As. Dhe profeti alayhis salam ja zgjat dorën për me ia dhënë besën. Amr ibn As e zgjat dorën mirë po nuk e jep profetit alayhis salam. Dhe rrit mendohet. Ata profeti alayhis salam i thot ja Amr, thot o Amr u bone pishman, thot s'do më u bë musliman. Thot jo ja Rasulullah, po e kam një brengë, kam një hall, thot. Cila është brenga dhe halli jot, i thot profeti alayhis salam. Thot siç e di ti jetën dhe biografinë time, thot unë kam bërë shumë mëkate dhe gjunohe karshi Allahut subhanahu wa taala. Kam qenë njeri zullumqar i madh. Thot krahas që kam pas edhe të mira, se secili njeri në jetën e tij ka të mira, ka edhe të këqija. Mirë po thot unë kam bërë më shumë të këqija, thot. Kam bërë shumë mëkate dhe gjunohe. Thot nëse unë e bëhem musliman, Allahu a më fshin ato mëkate dhe ato gjunohe që i kam bërë. Profeti alayhi salam thot me pranimin e Islamit Allahu t'i fshin të gjitha mëkatet edhe gjunohet. Dhe atëherë Amr ibn As ja nis me qajtë dhe e pranon Islamin. Dhe është një hadith i saktë në Sahihun e Muslimit që transmetohet nga Amr ibn As, i cili thot që Islami i fshin të gjitha mëkatet dhe gjunohet e kaluame. Me një ajet tjetër, Allahu përsëri u jep njerëzve shpresë se kur njeriu e lexon Kur'anin, se Kur'ani duhet të jetë katalog ose udhërrëfyes i tij në jetën e përditshme. Se Kur'ani është ai i cili ta ndryshon mendin tonë, dhe Kur'ani është ai i cili krahas që ti mba lidhjet e forta me Allahun subhanahu wa taala, Kur'ani është ai i cili të rregullon ty si person, është rregullator i zemrës dhe i shpirtit tënd. Është rregullator i zemrës dhe i shpirtit tënd. Prandaj ne jemi larg Kur'anit. Ne kur bile nuk e lexojmë, nuk e hapim me pa. Ne jemi që me hima thellë dhe me lexu komentime e tjera. Allah me një ajet tjetër në Kur'an thot illa man taba amana wa amila salihan. Përveç atyre të cilët pendohen dhe kanë bërë vepra dhe punë të mira tek Allahu subhanahu wa taala, fayubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Thot Allahu të gjithë ato vepra, mëkate dhe gjunohe që i kanë pas të këqija, yubaddilu, do t'u shndërrojë dhe do t'u kthejë në vepra të mira. Pa shikon se sa i mëshirshëm është Allahu me robërit e tij. Sa mëshirues i madh është Allahu subhanahu wa taala. Shembulli më i mirë është një hadith i saktë në të cilin e keni ngjuar krejt, e kanë treguar edhe hoxhallarë të tjerë përpara të vjetër, ndoshta e keni ngjuar edhe prej pleqve që janë shkallzuar, që ka qenë një person, një njeri i cili kishte pas vrarë 100 persona. Pra një njeri i cili kishte bërë krime shumë mëdha, i vret 199 njerëz. Dhe kish vendos të pendohet një ditë, kishton a thua, ka pendim për mua në këtë dunjë pse e kam vrarë 99 njerëz. Shkon e pyet te filoni thot, vallai njohim një njerëz që atje shkon e falet shumë, ai është domethënë një adhurues i Allahut subhanahu wa taala, është një rahib, një njeri i cili është asket, një njeri i cili mbyllet edhe vetëm adhurohet. Dhe kur shkon te ai thot, filan thot, i kam vrarë thot 99 njerëz, sot ka tobe për mua. Thot ti ke vrarë 99 njerëz, thot çfarë tobe, çfarë pendimi ka për ti, thot hiç mu qafe. Ja thot vallai mbasi më mshele derën e tobës së pendimit, thot po i bëjnë 100 me taj. Pra, kjo është ideja, nëse njeriu falet, nuk do të thonë se njeriu i di këtë rregullat fetare. Nëse njeriu do të thonë ka pak njohuri për ibadetin edhe për adhurimin, nuk do të thonë se është njeri i cili mundet me dhon zgjidhje fetare, zgjidhje teologjike. Dhe i ban 100, pastaj prapë interesohet se kishte breng brenda vetes tij. Dhe i thon njerëzit ku më shku më u pendu, thot njerëzve. Thot shkoni betë, është një dietar i mençëm filan vendi. Shkon atje ai dietari, thot kështu thot i kanë vrarë 100 njerëz. A ka tobe për mua? Thot do filan, thot dera tobes asnjëherë nuk mshelet. Thot Allahu e ka bot gjon, thot sa një njeri me hes në kalors 70 vite thot me kal. Ose me një transmetim tjetër sa është mes lindjes edhe perëndimit. Ose me një transmetim tjetër thot derisa s'ka arsh shpirti thot në fyt, thot për ty ka tobe dhe pendim. Po thot të këshilloj diçka. Ha, thot çak më këshillon? Thot këshilloj që të largohesh prej atij vendi se pas ka njerëz të këqij. Thot shkon filan vend se atje adhurojnë Allahun subhanahu wa taala dhe kurrë mos u kthemu në vendin tënd. Edhe ki niset rrugës me shku. Ku niset rrugës, mes rrugës i vjen e xheli, vjen me leku i vdekjes me ja marr shpirtin. Edhe ja merr shpirtin. Allah subhanahu wa taala na tregon këtë bisedë, domethënë nëpërmjet profetit alayhis salam se çfarë ka ndodhur me këtë njeri. Dhe tash vin me laqet e rahmetit. Se me laqet e rahmetit vin thonë a shpendu ky filan, ne duhet me ja marr shpirtin si të pendum si rob i Zotit.
dhe vinë me laqet e ndëshkimit, thonë se ki ka bu mëkate dhe gjunahe. Edhe Allah subhanahu wa taala e tregon sipas tij e çon një njeri një melaçe në formë të një njeriu. Dhe ky melaçe ju thot që pse nuk e matni distancën. Matni distancën. Nëse ky njeri është më afër vendit ku ka dash të shkojë që të pendohet dhe të bëjë vepra të mira, atëherë ta marrin melaçet e rahmetit. Nëse është më afër vendit të zullumit, atëherë ta marrin melaçet e ndëshkimit. Dhe thuhet që Allah subhanahu wa taala për një plomb ja afron vendin. Ja afron vendin për një plomb, edhe e marrin melaçet e rahmetit. Pra nga kjo kuptojmë që Allah subhanahu wa taala është falës, është mëshirues i madh për robërit e tij. Allahu është ai i cili sado që kthehet njeriu, sado që pendohet tek Allah subhanahu wa taala, Allahu është ai i cili ka më të fal. Allahu është ai i cili ka më të pranu veprat e mira.